Që të dy janë liderët kryesor të Bashkimit Evropian që përfaqësojnë BE-n në takimin e Tivatit. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa i dhanë porositë më konkrete për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Sipas kryetarës së KE-s, Unionit duhet t'ju bashkangjiten sa më shpejt që është e mundur 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Madje politikania gjermane pranoi se Malizi mund të bëhet antar i 28 i BE-s deri në vitin 2028, i përcjellur nga Shqipëria. Tivati dhe i gjithë Ballkani Perëndimor qëndrojnë në zemër të historisë së Bashkimit Evropian dhe vendi juaj është në zemër të BE-s. Kjo është arsyeja që po takohemi për herë të dytë brenda një kohe kaq të shkurtër. Sot ne po bëjmë hapa më shumë për ta bërë Unionin më të pavarur, më të sigurt, më të qëndrueshëm e më komplet. Dhe ky union nuk do të jetë i kompletuar pa Ballkanin Perëndimor. Kurse kryetari i Këshillit foli me tone të njëjta. Takimi ynë sotëm këtu, vetëm 6 muaj pas samitit në Bruksel, e konfirmon rëndësinë që ne japim marrëdhënies son. Kjo na lejon neve që të marrim shënime për përparimin që është arritur. Për Kostan, Tivati është stacioni i fundit i vizitës në 6 shtetet e perëndimit të Ballkanit. Të mërkurën ai qëndroi për vizitë në Republikën e Kosovës.